Faleminderit Zotit, faleminderit publikut, faleminderit familjes. Gjesti kështu e tha për mbledhjen e vet, siç e thash edhe në videon e kaluar, 19 prilli është numër prajmi, edhe kjo prezantimi i datës finales ishte më lartë, më bukur, më ndjenja se sa gjithë finalja që kishte ndodhur në Big Brother VIP Kosova. Sepse kështu do duhej të emocionojnë fansat e secilit prej atyre që janë mrena. E posaçërisht fansat e fituesit, Gjestit. Unë juftoj me pas kujdes të shtuar, do t'jenë 3 javët më të vështira për mbështetësit e Gjestit. Mos harroni, mbështetje totale e mbështetje të paparë ndonjëherë në histori, vota të papara ndonjëherë në histori, natën e finales për Gjestin. Ju dua shumë respekt, shihemi në finale.